أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تجد falënderimet mirënjohjet më të lavdishme janë vetëm për Zotin ton Allahun Gjelle Gjelaluhu. Përshëndetjet, salavatet, lëvdatat më të begatshme mbi zotriju në njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi shokët e tij besnik, mbi gratë e tij të pastra dhe të gjithë besimtarët muslimanët e cilët e ndjekin dhe i shkojnë pas gjurmëve të tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, të pranishëm, të nderuar xhamatli, vetëm se ky muaj i begatshëm ka marrë anën e gjysmës tjetër dhe kjo besimtarin duhet që ta aktivizon edhe më zellshëm, edhe me më flak, që ta shfrytëzon begatinë e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Bese zakonisht të mirat shkojnë shpejt, e mira ik shpejt, andaj besimtari duhet që mos të shkojnë ditët e që ai mos të ketë punu për hir të Zotit Gjelle Gjelaluhu, vepra me të cilat dhe ta kënaqë Allahun te bareke ve teala. Do të vazhdojmë më njëherë pas një parahyrje në ligjëratën tonë, në vargun e ligjëratave mbi shkrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga se tani më periudha dhe epoka e Medinës është një periudhë shumë më e ngjeshur, madje neve nuk do të kemi mundësi që në këto ligjërata që na kanë mbetë për ditëve të mbetura, nuk kemi mundësi që ta përfshijmë gjithë atë bollok të madh të historisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Madje dietarët kanë thënë gjithmonë kur flasim për Islamin, kur flasim për dispozitat në Islam, kur flasim për madhështinë e Islamit, gjithmonë mirët nga periudha e Medinës, nga sa atje kanë zbrit shumica e gjërave, shumica e kuptimeve, edhe pse në Mekë kishte një lloj themelimi të rrajve dhe hedhje të farave, por se ajo lulëzimi, ato frytat e shishme të cilat i kishte dhënë ky libër i madh i Zotit Gjelle Gjelalu dhe ky pejgamberi Allahu te bareke ve teala ishin në Medinë. Andaj frytat zakonisht janë më të mëdha, janë më të shpeshta. Andaj periudha e Medinës është shumë e ngjeshur. Dhe kush do që për juve ka lexuar diçka për historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do ta sheh se 13 vitet e para atje në libër do t'i kalon shpejt. Në çdo libër që ka lexon e sheh se 13 vitet shkojnë shpejt. Pastaj mbetet libra, pjesa më e madhe e librës mbetet ku? Mbetet Medinë. Nga se Medinë kishte filluar krejt ndryshe tashmë me reagu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj do të mundohemi që në këtë ligjërat ti bashkojmë disa prej ngjarjeve me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu, sa të kemi mundësi që të arrijmë deri tek lufta e Bedrit. Deri tek lufta e Bedrit, e cila ka ndodhur në vitin e dytë të emigrimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila është lufta ndarëse në mes Islamit dhe kufrit, Islamit dhe idhujtarisë. E ka ndarë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Aq e madhe ka qenë kjo luftë, aq vendim fuqishëm ka qenë kjo luftë, derisa edhe hipokritat në mesin e tyre Abdullah ibn Ubej ibn Seluli mu pas Bedrit e pranon Islamin. Mu pas Bedrit e pranon Islamin zyrtarisht, por se në brendin e tij kishte mbet jo musliman. Por aq fuqishëm ka ndiku kjo luftë, aq ndarë se ka qenë kjo luftë e simboleve të mirës dhe të keqës, sa që s'ka pas rrugë tjetër vetëm se me deklaru që edhe unë jam musliman. Pra u pan gjërat, u ndajtën gjërat. Andaj me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu, kjo është pra ligjërata e fundit insha Allah, me periudha të durimit, sabrit
apo frenimit pas kësaj, atëherë pejgamberi s.a.s. i ka disa muhabete tjera me njerëzit. Pse? Nga se jep leje Zoti vet Gjelle Gjelaluhu. Andaj do ta shohmi pak para se me ardhte kjo, se çka ndodhi në këtë periudhë, çka vendosi pejgamberi s.a.s. para se me ardhë deri te provokimi dhe përleshja me idhujtarët e Mekës. Përmendëm se pejgamberi s.a.s. u ndal një herë në Kuba, 3 kilometra e gjys afër larg xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në atë kohë nuk llogaritej Medina, sot llogaritet pjesë e qytetit të Medinës. Andaj kur dush me shku në Kuba, s'ki nevojë me dal prej qytetit, por atë në qytet e ki xhamin. Pastaj pejgamberi s.a.s. u kthi në Medinë dhe ndodhi ngjarja me vendosjen e Zotit Gjelle Gjelaluhu nëpërmjet devës. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ku të ndalet devja, aty do të jetë xhamia. Ku të ndalet devja, aty do të jetë shtëpia ime. Unal menzil, aty do të jetë shtëpia. Karshi e kishte sahabën Ejub al-Ansari, aty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qëndroi një muaj ditë derisa u ndërtue xhamia dhe dhomat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe përmendëm ngjarjen e Ebu Ejub al-Ansarit. Normal kjo ngjarje ka edhe detale tjera të cilat kanë mundësi mu shpjetu në për libra, gjithashtu prej detaleve të cilat ndoshta janë të rëndësishme të përmendet është për shembull emigrimi Suhejb ar-Rumit dhe se si ka emigru me vështirësi, pastaj emigrimi i Selman el-Farisijut, edhe ki kishte një histori shumë të bujshme, por se të janë detale të cilat ka mundësi mi shpjetu njeriu në librat e muslimanëve. Dietarët para se me tregu se çka boni pejgamberi s.a.s. u mundun mi dhon një pasqyrim dallimeve pejgamberi sa Medinë dhe Mekë. Çka ndryshoi? Nëse do të dikush, e ta shka ndrojt se shkoj kin Medinë. A u bo pak më ndryshe? Kanë shkruajtur libra për këta. Para unë do të mënona mi përmend disa pika, po kanë shkruajtur libra për këta. Pejgamberi s.a.s. në Medinë dhe në Mekë, çka ndryshoi? Ka ndryshuar shumë. Kur themi shumë, komplet fjala krejt tjetër. Nuk e ki ma të pejgamber të Mekës në Medinë. Nuk e ki të folmën e pejgamberi s.a.s. Mekë dhe të Medinë njësoj. Nuk e ki. Nuk e ki idhujtarin karshi pejgamberi s.a.s. se e ki në Medinë. Ata të ishin me vra, tash ndryshon muhabetin, do të shohim me lejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu. E para, që e kam përmend dallime të ndëruar xhamatli në Mekë dhe në Medinë, pejgamberi s.a.s. se Mekelit kret luftra që ishin ba më herët, këtë përplasme që ishin ba më herët, kur nuk i kishin hup kontrolin, tregtije. Apo na thamë në fillim ligjeratave atje, ato copa apo ishin ndër medveti. S'kish periudhë që s'kish luftë ta. Nga se gjahiljet ka përplasje, ka telashe, s'ka mundësi mës me pas probleme. Andaj, asnjëherë prej këtyre luftave se kishin hub kontrollin. Pra, ato paria ishin paria, tregtia ishte tregtia, por se me zhvendosjen e pejgamberit s.a.s. në Medinë i humbët kontrolli me kelive. Dhe paria e Mekës trishtohet shumë. Nga se nëse ka pas dhe njëherë karshi një hasëm njëri thjesht, tash e ka pejgamberin e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Tash e ka pejgamberin e Allahu te bareke ve teala. Andaj pejgamberi s.a.s. kur i zhvendos Medinë, se ndi parë, vetëm se shkoj atje, çka i ndodhi me kelive? U humbën. E humbën tash. A thuna delkin rrugë, nga se tregtien çka e kishin me kelit ishte në Sham. E u dashke pa tjetër me shku ka Medinja. A thuna del rrugë. A thu tash, ata të cilët nuk na ngutshin kur shkojshmi na me vot tregti, tash janë çata njerëz me pejgamberin s.a.s. A thu ketë kjo, apo siklet i madh. Plus asaj, ata kishin nëzit mu vraj, a.s. Kishin nëzit njerëz me vra ata. Dhe kjo i kishtë trishtu tash. Që ata shka deshtë me vra, para me ndohu ka po i fort. Ka po ushtri. Siklet i madh. Por se normal, her pas herë ata nuk e kalzojshin këtë dopsi, unë bajshin kishe janë të fort, ma dje të ta shohë me që shi qunë letër
ensarve shlon e këtë njerin, nxjerrën e për jashtë, por se ajo që ka marrë vend dietar u turbullu i me kellive. Kjo është e para. E dyta, të ndëruar xhamatli, ishte se në Medinë ata mos kishin za. S'kishin za ata ma. Për shembull, në Mekë si lishin me ngu njës Kur'an, bajshin gjurë, mandaj Allahu e ceki. Wa qalu al-ghaw fihi la'allakum taghlibun. Bani gjurë, mos tani njës Kur'anin, pse të fitoni, për ndryshës mund është me fitu. Kur ngohet Kur'ani, kur studiohet Kur'ani, vallahi s'ka askush që mundet me shpresu me fitu mbi Kur'anin. Po kusht është me ngu ata. Porse presioni mediave, presioni propagandave, gazetarisë asaj kohe, e njëjtë me këtë kohë është vetëm një send, mos me ngu Kur'anin, por ndryshe, kur njeri e nin fjalën e Zotit, kur është çka ka thënë Allahu xhelel xhelal, përputhje me natyrshmërinë tane, përputhje me këta morale të më të mëdha që ka mundësi njeriu me i përfitirue, s'ka mundësi mos me hin këtë fe. Andaj kjo u hek, ata s'kishin mo kujt mi fol. S'muishin mi thonë atjenve, e tash mos e ngani jo, as s'guxojshin me shku atje tash. Por vetë se me siguri. Andaj u largu pengesa e dëgjimit Kur'anit. Andaj shumica haditheve janë në Medinë. Pse? Nga se siguria ishte qetësia, rehatia. Andaj mo me kelik nuk e kishin këtë komoditet me i pengu musliman që mos t'i ngojnë ajetet e Zotit gjelle. Kjo shumë në nësit të ndëruar xhamatli. Na qa përfitojnë a kësaj. Mundohu fejen me ngu kadale. Mundohu fejen e Zotit gjelle me ngu kadale, me rehati, me qetësi, me mor. Pse? Kjo është më e fuqishme në kuptim. Andaj shiko pejgamberi se kur shkoi tash në Medinë, çfarë njerëz i boni të mëlloj. Pse? Shikon Mekë, një aty, një këtu, një vështirë, s'lish rahat me kallëzue. E kur e lanë me kallëzue, edhe kur e lanë pejgamberi, krejt ata që ishte shpall, me e kallëzu lirshëm, me u shpjegu lirshëm, jo me frikë, jo Arqam ibn al-Arqam, jo murujt, atëre mur hav Islami. Andaj Islami veç njësën i duhet. Mu dëgju. S'ka mundësi. Edhe njerëz më të prish të tokës, veç me dëgju i duhet. Ata e kuptojnë pastaj se cila e ndallimi, si ka mundësi. S'ka në Islam që ndalohet e keqja dhe s'ka që nuk urdhërohet për të mirë. Apo cili për njerëzën ka qef mu ba amoralitet me vajzat e tij, me çikat e tij, cili ka qef me uzurpu pasuria e tij, cili ka qef me ju torturu nderi i tij, mu përdhos më në përkom, cili s'ka qef mundi njeri i privilegjum, këtë kja siguron Islamit. Ja bani Ademe, o bit Adem, ju kemi ndërruhe. Andaj, kjo ishte ajo pengesa e cila u largue me emigrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetra, Medinja kishte qenë para asaj me shku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një qytet i cili madje shikoja emrin, as ka tham Jethrib e pa jetë. Jethrib do më dhamë fesad. Jethrib i bje fesad. E ke, po, sjetohet ati. Që të shohmi se dhe ujtë pishëm, s'ka pas normal. Me kelisë se ne kam pi ujë. Kur kanë shku muhajgjërë se ne kam pi ujë. Krejt kjo qka në kupton, krejt gurzi të zi, një qytet jo i kanëshëm për njerëzi, sa kanë i kanëshëm. Jehud kanë shku atje për me prit pejgamberin. Por se nuk ka qenë qytet i kanëshëm. Por se me shku më në pejgamberi sëselle, rrotullohet. Çka bëhet? Bëhet bosht i këtë dunjajës. Derisa pejgamberi sëselle është lutë për Medinën, derisa ka thënë, o Zot, bekoje me bereqet ma shumë se Mekën. Lëshoj i bollok ma shumë se Mekës. Dhe kush ka shkuar në Mekë dhe Medinë, e ndjenat gjërësien pak Medinë pak ma shumë se në Mekë. E një në Medinë pak një rahati pak ma të madhës, rahatohet. Kështu e ka Medinja. Pejgamberi sa më shlu dua e veçantë. Që të shohmi se edhe epidemin dhe smundja për hapur në Medinë e ka lutë Allahu në gjerë që të largoje pejgamberi sallallahu. Pra, qytet i pa autoritet, i pa kanëshëm, emri ti i keq, Jethrib e keqja, por se me qkumën e pejgamberit më ndrunë se indet. Nga kjo na që ka përfitojna. Nëse njeriu është i egër, i keq,
i pajet, i pagjallnum. Wallahi ati i duhet veç me hinë fejnë e Zotit Gjellë Gjellalu. Ketë kanë më ndruhe. Ketë qyteti kanë ndru. Andaj njerëzit qytetit thotë qysh ka ndru filani. Qysh ka ndru, qysh është drejtu. Pse? Feja Zotit Gjellë Gjellalu. Andaj na duhet me investu në këtë gjallëri. Gjallëria është kur t'jesh me pejgamberin s.a.s. Nëse i afër pejgamberit s.a.s. vallahi ki me ndru. Ki me ndru. Pse? Ki me ndru për të mirë. Ki me ndru në pozitiv. Nga se shkoj pejgamberi s.a.s. u ndru Medinë kur kush nuk i kushtoi ke vëmendje. Tash ajo shkon vetëm rrugë kalimthi. Tash ka u bë Medinja. Medinja u bë ke gadish valla arabik folën Medinë. Pse për Medinën? Se aty është njëri i madh. Çka e bani tash më fol aty. Andaj ndonjëherë dhe njerëzit i japin rëndësi një vendi, po ndonjëherë dhe vendi jep rëndësi kujna, njerëzve. Pra është kjo raport i ndërsjell. Por neve çka na duhet në këtë aspekt është që t'i afrohemi pejgamberit s.a.s. rrugës së tina, mësimeve të Zotit Gjellë Gjellalu. Pastaj kjo në vetveti na ndron, ti mos e ke gale pastaj. Ti vetëm mësoj e fejnë e Zotit Gjellë Gjellalu, mundoju me zbatu, e ku ta shifsh vetën, vetë kime ndryshu. Të shlon Allahu gjelora ndryshime, që ditë edhe njerëzit thojnë, se kena prit për filani se qaj regulohet. Regulohet, nuk ka problem, nga se në esens njeri është i regulum. S'ka njeri që lindi prisht. S'ka, ta pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadith Muslim, ta krejt të posalindurit lindin në tërshmërit pastër. Pastaj, këto pastaj, baba, nana, shoshnia, e mlojnë, ja mlojnë ato pastërtit dhe çka duhet me bë, mja hek. Atë ta pejgamberi alayhi salatu wassalam, 5 vakë namaz janë si lumi. E pastroj njeriu. Andaj shikon Medinja si ishte askushi e u shëndru në qytetin më të madh të njerëzimit. Dhe sot një prej ceremonive ti pash ku shkon haxh, gati nuk e le pa shkon në Medinë. Pse? Është një madhështi dhe një bereqet i madh me pa qytetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu me shkumën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë u ndryshue qasja e luftrave. Ja, Azregje dhe Ausi, për shka pa një luft, kalijot, ja ka kalu kalit tem, ngara. Apo, unë e du me vendos dishka, jo unë e du me vendos dishka, luftra, copa. Apo, copa o baqin. Tash ndryshoj, tash kish një kuptim me luftue. Tash kish një kuptim me sakrifikue. E kish një do me thonjë, edhe ajo është për rrugë të Allahu Gjelle Gjellelu, për rrugë të Allahu të bareke, wa ta'ala. Andaj me shkumin e pejgamberit s.a.s. ata për me sakrifiku kishin sakrifikuar për çështet veta, po tash ishte më e kapshme, më e gjallë. Pse me sakrifiku? Njërin më të mirë të tokës, prijes, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu të nderuar xhamatli prej ndryshimeve që i banën kjo zhvendosje pejgamberit s.a.s. ishte se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vendosi shtyllat e shoqërisë. Apo sot njerëzit për shembull ka lloj libri psikologji e sociologji, edhe zakonisht ata të cilët e studiojnë sociologjinë e ndin një lloj shtypje pifes, apo ja na pedim sociologjin, ju doket se sociologjia, pra shoqënia, se dikush tutet për këtyre termeve. Sociologjia, shoqënia, bashkëria. Pejgamberi s.a.s. e rregulloi edhe këtë punë. Qish musil vllavi me vllavin. Qish musil i emigrumit te ai i cili kishte strehu, muhaxhirt me ensarët. Qish musil me ata kajshi që ka i kena armiq. Ta me bo me ta. Jehud, jo lloj, një jehud, kategoria ma e pa s'di që me trajtu ata, se s'ki bes për ati. Do të shohmi se si e thanin besën her pas here me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Na mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sta kish një çështu, çish më apo me ta. Na mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çish quhet kjo në titujt bashkëkohor, apo komunikimet ndërmjet njerëzve, komunikim ndërmjet rregulli shoqëror. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vendosur rregullin shoqëror. Andaj tash kish kuptim Medinja. Ish paramendot ku do të vim kur ti vllazëroi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ensart dhe muhaxhir. Asi ngjarje
s'munën me ndodh, nuk di a ka mundësi me ndodh qasit të tilla. Është çudi e madhe, pra, rregulli shoqëror. Gjithashtu dietarët thanë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi Medine mi lidh punë me fise. Apo nëse ju kujtohet me Mekë në sezonet e haxhit dilke pejgamberi sallam, por se lishin që shkoj ke me fol me një fis, shkoj ke Ebu Lehebi dhe ke këtë dhab, renegat, e ka shlufejen, renacak, mos e ngoni. Edhe s'kish kam i bon. Shkoj ke me fol. E tash pejgamberi sallam me këtë fiset të rretha për qark Medinës, e fiset e mloja të arabëve, shkon të folte me ta. Ama jo si e fol me në Mekë. Ta shkon të edhe e rrushin njerëzit mloj, dhe a i fol ke i qetë me madhështi, ta shkish kuptim. Keni pa për shembull, kur njani është s'ka pozit, edhe me pas mirë njerëz thojnë, kush është ai? Apo, zakonisht për shembull, hoxhës, dietarëve, njerëzve të dijes, apo propagandat, gjitha bëhen çka, mos të ngohet ai. Ku të ngohet pastaj ndryshe. Po mundohet mja shkule autoritetin. Andaj pejgamberi se Mekë e bante këtë punë. Ama si ishtë njëj, tash ku shkonte me 200 veta, 300 veta me fol me një fis. Ta i fisi tash, por islam po se po dhe madhështi. Andaj djetarë thanë, pejgamberi se selem, tash filloj lidhjet, mi bo me fisët. Dhe s'kish dhe një fis që dhejke, jo unë s'ngoj tyje. Jo, krejtë ngu. Krejtë dhanë marvej. Pastaj, u rebelu në vonë, nga sa ta, jo kejtë ishin në shtrupi zemrës, apo, dhe ta shohemi pastaj, nëse na mundson Allahu i Gjellewala me fol për Ebu Bekrin, do shohim qysh plot fise u kthin. Jo bajna tash, ajo kjo ka ndryshuar apo. Por se në këtë periudhë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i lidhte lidhjet me njerëz. Gjithashtu e kuptuan gjithë kabilet, gjitha fiset Mekës, e Taifit, e krejt, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tash është burr shtetas. Edhe ai ka shtet tash komplet me plot kuptimet e shteteve të cilat ishin në atë kohë. Pra, është burri kryesor, i ka organizimin dhe këshillën e vet, i ka ushtarët e vet, i ka mësuesit e vet, e ka xhamin e vet, e tash me këtë njerit me fol ndryshe. Pra, shtet me shtet. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tash do ta shohim kur i dërgonte letra, apo në Egjipt, në Rom, në Persi, në Abisini, i dërgonte letra pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por çish i dërgonte, si i dobët, jo si i fortë. Dhe që eslim teslem. E tha njëri i dobësën e thot. Dëgjo, shpëton. Je i lirë pi muë. Pranoj Islamin, edhe je i lirë pi muë. Këta njëri i dobët, ta mundet me thonë? Po e thot, po si jam atë parasysh kërkosh, apo? Shemull na, sot jetojme këtë krizën e fjallëve të mloja nga njerëz të vegjël, apo? Ka në qërës, për shemull tash, plot për njerëzve, apo? Ka qef mi rritë muhabetet. Po njerëz të mloj nuk i rritit muhabetet. Shiko pejgamberi sa, kur nuk i rritë të muhabetet Mekë? Çka ti rriti muhabetet kur si kam mundësit? Apo, çka t'ju thamë unë kam e u bo, kështu kur unë si kam mundësit? E kur i bana mundësit, i thojsha njerëzit, tash i thot, eslim teslem. Këta nuk e thojke prej diktaturës. Hasha lillah, zotin arruj. Por se përësam kishtë ardhë me i drejtu njerëzit. Ati i takon të mukan, udheqës. Andaj, prej aso që ka e kam përmend djetarë, se pejgamberi s.a.s. tani më nuk fliste. Nuk fliste pikandit unë i dopt. Jo, unë tash jam i fort. Unë tash i dham njerëzve, dëgjon, për ndryshe, kemi mundësi me qërue e sape. Gjithashtu, pejgamberi s.a.s. e ngriti qytetrimin dhe civilizimin dhe kulturën e njerëzve. Tani më njerëzit ishin shumë më të vetëdijshëm. Shoqëria e pejgamberit sallallahu ishte shoqëri e lartë, shoqëri e bujarisë, shoqëri e fisnikërisë dhe gradualisht po shkuleshin ato ignoranca që kishin ngel nga periudhat e lashta. Pra pejgamberi sallallahu me krejt ta fuqit që ajo ka mundsuar Zoti xhelel i ka shkul ignorancat, i ka shkul xhailietet, derisa një ditë prej ditëve një sahabi me tjetrin i shkëmbej disa fjalë jo të hishme. Ebu Dherri me Bilalin i thot, Bilali ishte i zi i Abisinis, dhe Ebu Dherri muhabet, ato ishin njerëz normal, ishin rrok. Të të shumë se disa sahabe kanë pas disa përleshje. Pse dikush e shak tu si të bona musliman, jo, ki mundësi me dalë problem me njerëzit. Edhe i tha,
te e ki nanën e zezë. Kur dëgjoj këta pejgamberi sa nuk e toleroj. Pas u gjitha e diti kur e ki pranu Islamin. Jo. Tha, ja Badr, innaka mru'un fike jahiliye. Tha ti ala ki jahiliet. Tha Rasulullah plak musliman, para mendo. Tha jo ki jahiliet. A ka mundësi me jahilieti? Po ka mundësi. Andaj, shiko për nëzam, nuk toleron të hiq as një fjallë fyse. Pse? Nga se e prish rendin. Qysh mu fi, qysh mu sha, qysh, s'ka mundësi. Andaj tha, jo, dhe i risa e dini rastë, mës ta detalizoj. Pra, nga kjo që kuptoj, e ngriti nivelin e pejgamberit sa vetdijes në raport me njerëzit. Tash, s'ki mundësi ti qish mu jesil kur dush ti. Tash ka regula. Andaj vendosi vënsam edhe regula në pazar, edhe regula në shtëpi, edhe regula qish me shku të tjetri. Ku të shkojsh dikun, troket, nëse të lebleje mirë, nëse jo këtheu të shpia jote. Pra tash kjo disiplin. Andaj pejgamberi se zëllem e ngriti edhe këtë çështje normal, thash, për këtë mesele ka libra të shkruara, ne nuk kemi mundësi mi përmend të gjitha, porse do t'i përmend me ata të cilat kemi mundësi mi përmend. Pastaj dietar diskutuan se me çka vazhdoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas ju vendos të shtëpia Ebu Ejub al-Ansariut, prej rasteve të cilat kanë rrjedh në këtë periudhë të historikut. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e çoi Zeid ibn Haritha edhe Abu Rafi'in e çoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Mekë. Por çka e çoi? Ja dha 500 dirham, 2 deve dhe i tha shko sjell me familjen. Edhe shkoi e ja sjeli familjen. Gjithashtu edhe të Ebu Bekrit. Andaj i ardh Fatimja, i ardh Ummu Kulthumi, vajza pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ardh bashortja vet Saudeja, që ne kishte martuar pas vdekjes Khatijes radhiyallahu anha. Pastaj ardh edhe familja e Ebu Bekrit, Umur Ruman, ardh edhe Aisha radhiyallahu anha, me të cilën u martu pejgamberi se sem kuptimin hini dhëndër me Aisha, dhe një gruaje, një çike pejgamberit sallallahu nuk ishte ardhur. Edhe ishte Zejnebi. Pse? Nga se ishte e martume me Ebul As ibn Rabia. Dhe ai vazhdon të me qenë mushrik. Dhe pejgamberi se sellem normal, për te që ai përmendëm ato dallimet mes fuqis dhe pa fuqis, ende nuk i kish këto mundësi. Tash ishte ai në mesin e Mekelive. Ky bëhet musliman ma vonë. Andaj Zejnebin nuk pat mundësi me pru. Ndërsa Ruqaja kishte ardhur me Uthman radhiyallahu anha. Andaj kjo ishte rrethshmëria në këtë ngjarje. Në këtë periudhë ndodha edhe lindja e Abdullah ibn Zubairit. Abdullah ibn Zubairi nipi i Ebu Bekrs, djali i Esmajës, ajo i cila i ndihmonte pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe babës vet për me e zhvillue emigrimin. Andaj lindi djali i parë. Kjo lindje e Abdullah ibn Zubairit kishte një veçori në Medine. Do ta bëjmë një shkurt nga se s'kemi mundësi, kemi shumë prej ngjarjeve sa duhet i përmendemi. Abdullah ibn Zubairi ishte djali i parë në Medinë, i lindur prej muslimanëve. Dhe jehudët thoshin, s'ka me lind këtu djalë kurkush. Apo kështu mi torturue me fjalë musliman. S'un lind kurkush djalë. Pra s'ka mi dhon Allahu xhelel xhelalu djem këtyre, kanë mu shterrue. Dhe kur lindi Abdullah ibn Zubairi, u gëzuan krejt Medinja. Nuk u gëzuan për lindjen. Pra ishte normal me lindje djalë tash. Edhe nuk mundet këtë qyteti mu gëzu. Po u gëzuan sa ata që kishin thonë s'ka me lindje. Andaj shiko, lindi Abdullah ibn Zubairi për çka? Për ta hedhur poshtë tendencën e jehudëve. Andaj Abdullah ibn Zubairi është një njeri i madh, i cili ma vonë bëhet edhe guvernator dhe emir i Mekës dhe Medinës. Gjithashtu në këtë periudhë të nderuar xhamatli ndodhi edhe një skenë e cila ishte ndoshta prej të ligave të cilat i përjetuan sahabët, edhe ishte epidemia e Medinës. Në Medinë u smun shumë prej sahabëve. Disa prej tyre kanë tu ndru jetë, sigur Abu Bekri dhe Bilal, por pak janë kanë të ndru jetë. Derisa Aisha radhiyallahu anha, kur ka shku mi vizitue babën e vet, edhe kanë fillu këta me recitu poezi. Kuptimin e poezi
to e kajt vetën, to e ngushlu vetën, pra janë smue. Edhe Aisha i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, këto çan do di që kanë të fol. Çfarë që kishte kapluar sëmundja. Andaj prej asaj që kanë përmendë dietarë se në Medinë ka pas epidemi dhe janë smu disa prej sahabëve derisa është smu edhe Aisha, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lut për Medinën dhe e ka larguar këtë epidemi. Allahu te bareke ve teala ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbib ilayna al-Madina, o Zot na ban të dashur neve Medinën, ka hubbina Mekkah au ashadda, çish e dojna Mekën apo më shumë. Andaj kanë diskutuar dietarët cila është më e vlefshme, a Mekja a Medina, dhe pse shumica dietarëve thonë është më e vlefshme Mekja, me tekst tjetër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku ka thënë 100.000 namaza. Kjo mesxhidi hadha, ky mesxhid i Nebit 1.000 namaza. Andaj nga kjo janë bërë. Porse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është lut te Allahu xhelle xhelalu, wa sahihha, dhe hekja smundjen. E ka thënë Ibn Hajar al-Asqalani, i kjo është për mrekullive pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Cila është ajo? Me hek komplet smundjen prej qytetit. Dhe është e ka bart Allahu xhelle xhelalu me një fshat tjetër. Derisa ka thënë Imam Nevawiu, në këtë fshat ende është epidemia. Në këtë fshat ende është epidemia. Andaj u lut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha, o Zot, hek smundjen. Wa barik lana fi sa'iha wa muddiha. Dhe o Zot, jep ju bereqet kujt? Banorëve të Medinës në ushimet e tyre, në ushimet e tyre, wanqul humaha faj'alha bil juhfa, dhe barte këtë smundje dhe çoje në juhfa. Me një vend atje larg që mos të kenë probleme shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Derisa ka një hadith tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka nxjerrë Imam Buhariu, ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, e kum pa një grua të zezë me flok të shkapërderdhura. Një grua të zezë me flok të shkapërderdhura. Kharajat min al-Medina, ka dal prej Medinës dhe është vendos tek i veni çka e ka lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa awwaltu anna waba al-Madinati nuqila ilayha. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka komentuar se epidemia është bart atje. Dhe këtu kanë thënë dietar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i është shembullie çështja e smundjes dhe epidemisë me këtë formë të kësaj gruaje të zezë dhe me flok të shkapardhëve, se smundja e torturon njeriu. Andaj kjo ishte prej asaj çka e kanë përmend dietarët. Andaj shiko, vujtët vazhdojshin. Nuk shkuan ata e tash na mu paskon, ja Rasulullah, ku na ki pru këtu? Ja? Apo? Jo, asnjë nuk u ankoj. Ebu Bekri këtu dek prej smundjes. Gjithashtu e Bilali, gjithashtu Aisha radiallahu anhum dhe ardahum, por se sahabët kishin imunitet. Nuk thanë, ku ardhëm tash këto? E Rasulullah, s'pa do një qytet tjetëra, po bashkëtu me epidemi, jasë. Ka arë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i është fas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe këtu kena me nejt dhe kena me vazhdue. Andaj, shiko dhe njerë dikush për shembull, na mos dalmi për dimenzionit historik, apo veç kufive pas ka ndodhë, subhanallahu që pas ka ndodhë. Leje, kështu historia nuk lezohet. Por neve këtë qka, sot, qësh mëjna me përkëti, sot na këta. Apo, për shembull, vjen dikush dhe fillon fal namazin, e drejtohet pak, vjen ka xhamia, dhe normal kanë minis të lashe. Apo, kanë minis të lashe, me ta hek smundjen, dhem. Apo, dhem. Dhe fillon me një fjalë, do shta si ka një për veti që ashtu. Kur bes kanë folë kështu për mua? Kur se kom pas këtë problem? Fillon njerëz mi thonë, kusht pas ka mashtru, kusht pas ka shpërla, atë pas kanë bëhe dhe ti kështu, e kështu me radhë, dhe fillon me i shku mendja ga e keqja, pse ka fillu me i bo këtë vepra. Shiko sahabët edhe më shumë, usmun për vdekje, pas qani nuk ka ngu të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mi thonë, ja Rasulullah, e tash, që ndodhi me neve? Epidemi pas ka pas këtu, usmuje pas ka pas këtu, ujtë pishëm s'ka pas, që da përmenmi. Andaj të ndëruar gjëmarim, as sahabët, as njëherë nuk e kanë ngushtu kështu. Porse, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e pa këtë gjendje, e luti Zotin Gjelle Gjelalu që me larguar. Andaj kjo ishte edhe pjesët të cilën e ka përmend dietarët në këtë periudhë. Gjithashtu, për asaj që ka përmend dietarët në këtë periudhë, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin e parë të emigrimit është martuar me Aisha radiallahu anha. Është fejuar në Mekë, është martuar në
në Medinë. Dhe thot Aisha radiallahu anha, unë jam gruaja e pejgamberit s.a.s. e virgjër. Pra kuptimin e Khadijën e kishte të virgjër pejgamberi s.a.s. kuptimin e kishte martu të vej, ajo kishte gjene martume, dhe Aisha radiallahu anha u krenonte me këta. U krenonte me që përmendën se kur e përmendte shpesh pejgamberi Khadijën, pejgamberi s.a.s. e shpeshton të këtë përmendje dhe Atijja u sikletafte ka pak, edhe kja Rasulullah qa me përmend këtë plak, kuptimin që unë jam e re. Andaj Aisha radiallahu anha ishte vajza e cila ishte martu me pejgamberin e virgjën. Dhe normal se vlera e Aishës është shumë e madhe, s'kena mundësi tash me vol për vlerën e Aishës. Nëse Aisha, një faqe në Kur'an është për Aisha. Një faqe në Kur'an është për Aisha. Pastrimin e nderit të saj. Këse kishin akuzu ma vonë se ka bo zina. Hasha lillah. Zotina në rujt. Andaj Allahu Gjellala zbriti ajetet në pastrimin e Aishës. Nëse do të dikush pa atër kjo një histori, jo. Sot një numër i madh me miliona mendoj se Aisha akon zinaçar. Zotin në rujt. Andaj kena kujdes me besimet e tona. Kena kujdes me ato se çka na ka thënë Allahu Gjellala me besu për këta njerëzi. Nuk guxon me i shku menja besimtarit nga e keqja. Nga e keqja. Orse Aisha radiallahu anha ishte gruaja pejgamberit s.a.s. dhe e donte. Qatë shumë e ka dasht për e ngjeshme dhe këtë detalj, qatë shumë e ka dasht pejgamberi s.a.s. Aishën, deri sa një ditë për ditëve kanë vetë. Ja Rasulullah, cili njeri e do mas shumëti? Cili njeri e do mas shumëti? Tu shpresu ki pytësi që mos është taj. Tha, Aishën. Shiko, asë Ebu Bekrin. Aishën. E sot dikush, pejgamber i Zotit ka thonë e du grujën, do tash munon me mshef, apo? Kishe s'pedo gruja, apo? Edhe këtë tradita apo rrugës gruja që në 10 km mas këj para. Nuk është kjo, nuk është qytetrim, asas kultura, asas islam, asas kur gjo. Jo, vëllah, ec me grujën tonë, të ka falë Allahu Gjeve, të ka bo halal, ec me ta. Edhe nuk ka problem me thonë, unë e du grujën. Po ti nuk kive ma marrelise pejgamberi s.a.s. Jo, me haroj atë mabe. Ama na çka fol ka hoxha? Jo pejgamberi s.a.s. Pi thot sahabia me shpresë që mos është ai. Tha Aishën, tha ja Resulullah unë e pata për burra. Ai e kishte vetën, du ta shohmi. Tha për burra pa bën e vet. E mësane, tha Omerin, e pastaj tha Uthmanin, e pastaj tha Aliun. Tha mi njefi do burra, tha edhe unala, tha se më duket isha kafuni. U ka tutë se ku me ditë ku ka me dalë ki, tha e nala, nashta jam pak ma vona, po tha mu kon kafuni, leje me që kaqë. Aisha nuk i ka ardhë mare pejgamberi s.a.s. para këtë burrave. Me qëfar burra? Ensar. Ka në do ma shumë ti Aisha. Sush kjo? Nuk është turp. Nuk imi të folë për lavirllëk, për kur vëri Zotin arrujt. Por grues e raba Allahu Gjellala halal. Andaj, ti te i kalojnë disa mare të fabrikome. Ku du të me pas mare, këtë në regull. Kur s'ka dikun mare, duhet të ndjekmi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj tha Allahu xhelle xhelala wa ashiruhunna bil ma'rufi, dhe jetoni jetë të mirë me gratë e ju. Gjithashtu të nderuar xhamatli, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ndroi emrin Medinës. Tash, këtu detalet shumëta të cilat këtë jemi të mundu me kryesore. Pra, ajo ishte Yathrib, e keqja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e quajti një herë me të kundërtën, Taibe, e mira, që në kupton se jo e keqja. Dhe e quajti Medine. E quajti Medine. Sa i përket Yathrib, do ta gjeni në Kur'an në surën Ahzab, kush lexon Kur'an, shpeshoj të lexojmë këtë, surën Ahzab e kitë përmend Medinën me Yathrib. Me Yathrib. Djetarët diskutojnë a lejohet me i thanë sot Medinës Yathrib në kuptimin hajde shkojna në Yathrib. Në kontekstin e historisë ka qenë kjo në rregull, na pethojna. Por në kontekstin hajde shkojna në Yathrib, dalohet. Pse ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna Allah ta'ala samma al-Madinata Tabata. Allahu e ka quajt këtë qytet Tabe, e mira. E si komentohet Yathribin Kur'an që është i cekt? Kanë thënë dietarët, Kur'an është i cekt në gjuhën e munafikave. Në gjuhën e munafikave. Pra, kur kanë folë munafikat për Medinën, kanë thënë Yathrib.
Dhe thonë dietarët, kanë vazhduar munafikat mi thonë Yathrib dhe se kanë ngu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kjo Tabe, kjo Taibe, kjo Medine. Ato vazhdojshin mi thonë Yathrib. Pse? Kështu është hipokriti i met mall për të këqijat. Të kalumën. Të kalumën që i bajsh mina punë. Që i bajshit? Apo në Islam, pra njeriu pejgamberi sa Yathrib ishte fesad, para mendo fjala Yathrib fesad. Ata thoshin hajde shkojmë në Yathrib, kthehemi në Yathrib, shkum në Yathrib. Dhe Allah e citoi: "Idh yaqulu al-munafiquna", kur than munafika. Andaj shiko hipokritat vazhdojshin mi thonë Yathrib, pse nuk ju pëlqente që ja kish ndru pejgamberi. Aty në kur gjo nuk ju pëlqente çka baj ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po dhe emri kur ja ndroi. Po ja ndroi për të mirë, ata nuk e dojshin të mirë. Andaj Allahu te bareke ve teala e përmendi se ata vazhdonin me çujt këtë qytet Yathrib, por sa është Medinja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cilësuar Medinën edhe me një cilësi tjetër, ajo është para se me emigru, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha do të shkojmë në një qytet i cili i han qytetet. Çështë ta pensam. Umirtu bi qaryatin ta'kulu al-qura. Do të shkojmë në një qytet i cili i ka përdin qytet, i ha, kuptimin kul i ha. Dietar than çish me komentu këtë fjalë, çka ka dash me thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Medineja i ka shti nën pushtet këtë qytetet e tjera. Piç aty ka filluar mu zgjeru Islami. Egjipti ka qenë nën pushtetin e Medinës, Iraku nën pushtetin e Medinës, këtë Bizanti nën pushtetin e Medinës, këtë Persia nën pushtetin e Medinës, këtë ato pjesë pastaj në ku janë shliruar ka Afganistani ma vonë, këtë kanë hyrë në pushtetin e Medinës. Po boshti ku ka qenë? Medinë. Pastaj normal kur janë zgjeruar e kanë bart në Sham, në Damask. Porse shtyllat, andaj ta pensam, në një qytet i cili i han qytetet. Kuptimi do të shtin në pushtetin e tyre. Andaj shikoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ku i ti ki shku në mes e çiki qytet, me këtë emër, me këtë pa popularitet, pa autoritet, do t'i han qytetet. Do t'i han dhe ky qytet ka vlera në ditë para kiametit. Do t'jetë një qytet i cili do t'jetë i fortifikuar nga shumë fitne, nga shumë sprova dhe telashet mëdha të cilat do t'i përjetojnë njerëzimi. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgëzoi sahabët me një qytet shumë të madh. Dhe ajo ishte Medinja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa Omar al-Khattabi e luti Allahu xhelle xhelalu që të marrë shpirtin Medine. Nëse ka ardhur disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi alaihi salatu wasallam ka thënë kush ndron jetë Medine do të ndërmjetësoj për ta ditën e kiametit. Kush ndron jetë Medine do të andaj Omar al-Khattabi e donte luftën. Omeri ishte shumë e donte luftën. Ushtarak i fort, njëri i cili kur e kanë pa njerëzit janë mahnit me këtë njeri. Dhe tash kur e dëgjoj këtë vlerë, nga ana tjetër e donte luftën, lufta do bashin shtash më lart. Nuk ishin në Medinë, Medinja ishte siguru. E tash çish mi bashku këtë dia, tha o Zot, ma mundso me vdek shahid në Medinë. Po njerëz u habishin. Çka ka më kthi lufta këtu? Tha o Zot, ma mundso me vdek shahid në Medinë. Ja mundsoi Zoti vetë xhel xhelalu duke e vrarë Omar al-Khattabi Medinë. Vetëm që ti bashkoje dy vlerat. Andaj Zoti jon xhel xhelal i ka fuqitë mëdha. Ja ka bashku njerëzve dy vlera, edhe Medinë po edhe me vdek shahid. Andaj Omar al-Khattabi e kishte kuptuar këtë vlerë të Medinës. Gjithashtu të nderuar xhamatli pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e bani një hap të rëndësishëm në këtë periudhë, ajo ishte ndërtimi i xhamisë. Ndërtimi i xhamisë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe këtu do të ndalemi pastaj me disa pika, të cilat janë shumë të rëndësishme për kohën tonë dhe mësime dhe porosi, të cilat na japin nga kjo ngjarje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hapin e parë, ende pa janis ju tregoj. Huna al-masjid, para mendo. Pi emigrimit, lodhje, momentin që ka ndalët në Medinë të xhamia, fjallën e parë çka tha? Huna al-masjid. Çdo xhamia. Ku xhamia? Ku xhamia? Nuk e di ku xhamia. Po pejgamberi se para mendo sa e ka vlerësuar xhamia. Ende kërkon sa xhamia.
E ndaj sunosh me çpronësue, nëse ishte dijetima, që thamë të cilat insistonin me ja ble, insiston të përënësa me ble për të në, ata insistonin me ja dhanë. Edhe disa djetarë thanë se ja ka ble, disa thanë që jo, ata kanë thanë jo, në nuk i morë në parë. Ku a xhamia? Si është xhamia? Por shiko pejgamberi s.a.s. planifikon të largë, jo që tu a xhamia. Andaj, optimizmi pejgamberi s.a.s. dhe puna e parë që ka e bani kjo neve të të mëna mësim. Pse xhamia? Se një thanë njerë të rahatomi, t'i rahatoj që të sahabë që i kam me veti. Asë një dhe që tu a xhamia. Andaj, hapi i parë të cilën e murë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte e çpronësimi kësaj toke. Edhe ish një të lashe aty se të vendi kur tha pejgamberi se këtu xhamia kishte vareza. Kishte vareza vorre të idhujtarëve kaluar. Dhe pejgamberi sa urdhëroi që të zhvarrosën por s'dytit, të mirën dhe të bardhën dikon tjetër. Dhe kështu pejgamberi s.a.s. e rregulloi atë vend dhe filloi ndërtimi i xhamisë. Dhe në këtë ndërtim morën pjesë shumë prej sahabëve. Ata në të kaluara, sahabët se kanë diskutuar me punue. Sa do shbohet diskutim, a me punue ose me punue? Pastaj edhe ka kaluar diskutimi, a është puna farz apo jo? Apo Sheikhul Islam Ibn Taymija, një dietar kolos i dijes, njëri shumë i shquar, i madh, ka thënë se tekessub, përfitimi dhe puna është obligim. Është obligim. Dhe ai i cili bëhet shkaktar nga mos puna e tij, që të smuhen e vlatët e tij, të mos t'i plotson kushtet e familjes së tij, apo të shkohet edhe më shumë deri në vdekje, është gjunaçar për Allahu te bareke ve teala. E zbat dikush gjunaçar vetëm se e kalon një obligim. Këtë e shoh me më të qartë ku të ndërtu xhamia. Edhe muhaxhirt, nuk thanë ato ja Rasulullah na lot çash, angazhoi pak ensar se këto kur xhons banën. Ne ta ndreqin këto apo funin të veni këtë nëjna të ndreq, apo nëjna lodh. Jo, krejt fillun me ndërtue xhamin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe fillun me i shkëmby ato tullat, po ishin të vogla, ishte një xhami shumë modeste nga palma, nga gjethat e palmës, iza shtylla me trungujt e palmës dhe ishte mbulue kjo pjesë e xhamisë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë ndërtimit këndon të poezi. Në Sahih Buhari, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka transmetuar se derisa ishte të ndërtuar këndon të poezi. E thonte: Allahumma innal ajra ajru al-akhirah farhamil ansara wal muhajira. O Zot, vërtet shpërblimi është shpërblimi i ahiretit dhe mëshiroj ensart dhe muhaxhirt. Dhe pastaj e vazhdonin sahabët me këndu. Këtu është edhe një detaj, mos na hiqet ta përmend. Dietar kanë thënë, lejohet me këndu derisa je të punu. Jo me këndu me këtë këndimin e çoroditur. Jo. Kemi parasysh poezi, diçka e cila është me vlerë, pa instrumente. Kemi qartë, lejohet me fladit vetëm me diçka. Pse? Nëse njeriu ashtu është i ndërtuar, ka çfarë diçka të lëvizë, ta freskojë vetë. Andaj shikoj pejgamberin, ishin të punu dhe fillonte me këndu poezi dhe kur e pam pejgamberin dhe ata fillon. Andaj ta morr me ndonjëherë ndonjë instant me normalitet. Apo dikush do të pyet, s'ka me kënuë. Jo, nuk po them me baba tash burrat me dal me kënuë. Hasha lillah, Zoti na ruaj. Po ku je gjatë punën se je vetë apo kupton, nuk është problem me lexuar një poezi, me recituni diçka e cila është me vlerë. Apo pse ki nevojë me e fresku me e kalu e kohën. Nga se pejgamberi sa më këndonte poezi. Këndonte poezi. Prej asaj çka përmendet këtu, dietar thonë, e çish ka mundësi pensam me recitu poezi kur Allahu tha: "Wa ma huwa bi sha'ir", ai nuk është poet. Çish bashkohet kjo me këta? Than dietarët, kjo forma që e ka recituar pejgamberi sa poezien nuk është me rregullat e poezisë. S'ka ditë pensam me formu me rregulla. Apo për shembull sot Facebook i ki njerëz shkruajnë poezi vazhdimisht. Ato nuk e din, nuk e njohin poezien. Apo i kam mësuar 3-4 fjalë, i ngjet kafuni aty, kishte po dalin njësoj edhe po shkruaj poezi. Po më ja çuni poetit, një kritik i letrar, ai sa më parasysh ato. Do të më bëhet kota kjo. Hek. Pse? Nga se ka rregulla. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka thurr këtë poezi, nuk i ka ditë rregullat e arabishtës. Pra Allahu s'e ka mundsuar nga gjuha e tij me dal
poezi në rregullat e poetëve. Por nga kjo çka kuptojmë? Një lloj freskimi, një lloj fladitje dhe ngushëllimi derisa ishin të kryej ata këtë punë. Gjithashtu Ammar ibn Yasiri ishte muhaxhir dhe ishte i shkaft në punë. Ishte i shkaft në punë dhe punonte. Dhe e kishte vërejt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lavdroi Ammarin. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha pse s'po punon çat sa po punon shokët e tu? Pra pse pe ngarkon veten pak më shumë? Atëra i tha, unë du me fitu të Allahu xhel xelalu. Unë du me fitu të Allahu te bareke ve taala. Atëra i tha pejgamberi sa Ibn Sumeyya, djali Sumeyjes. Sumeyja e kishte vrarë Abu Jahli. Tha lin nasi ajrun wa laka ajran. Këta punëtorë të tjerë kanë një shpërblim ti ki dy. Andaj shiko, Allahu është i drejtë. Njëri që ka bajt një tull, e tjetëri ka bajt dy. Në të lovin do është të zvëreje, ama të Allahu shkruat. Shka u mërvesh dy tulla, s'ka problem. Dy. Shko të Allahu gjiluala me shpërblim matë matë. Andaj tha, pse ti s'po punon sa këto, a më budu pak ma shumë. Atër tha ti i ki dy shpërblime. Andaj pejgamberi s.a.s. I gjithë kësa sahabët e tina me ndërtu e gjamiën dhe punonin bashkarisht me pejgamberin s.a.s. Gjithashtu, djetarët kanë përmenë se sa ka zgjatë ndërtimi i gjamisë. Në bazë gjitha transmetimive nëse i mbledhmi, ndërtimi i gjamisë ka zgjatë, disa kanë thonë deri sa ka qëndru pejgamberi te Ejub el-Ansari, por se vërteta është se gjamia është ndërtu me një formë shumë thjesht, shumë jo të ngarkume, ka zgjatë vetëm 2 javë. Vetëm 2 javë ka zgjatë kjo ndërtimi i kësaj gjamie. Dhe dietarët e kanë përmendur se kjo xhami nuk ka qenë shumë e madhe, por i ka pas dikon 50 metër gjatësi dhe gjerësi. Një xhami shumë e vogël. Pastaj ma vonë pejgamberi sa e zgjaron pak, e pastaj edhe xhulefat e pejgamberit sa e zgjarojnë edhe më shumë. Gjithashtu dietarët në këtë rrjedhshmëri të ngjarjeve e kanë përmendur edhe ujin i cili nuk u pinte në atë kohë. Dhe me kelit që kishin ardhë diqysh e kishin një siklet, s'po pijet uji. Ata e pejgamberi s.a.s. ngritët dhe thot, a ka dikush që e blen bunarin me ujt pishëm? Ish një bunar, por pronarja ti bunari e shit të ujit, e shit të. Dhe shitja ujit është ngarkes për njerëzit. Krejt mu shit në rregull, ama uji mu shit, andaj uji nuk guxon të monopolizohet. Dhe mjetet elementar nuk guxohen të monopolizohen kuptimin se veç ti e ki dhe arrit çmimin sa dush. Jo, përsa artikujt të cilat ka mundësi që tërkun mi ble, atëherë ka mundësi edhe të monopolizohen. Andaj ishte sikleti tëre e pejgamberi s.a.s. I tha kush pe blen këtë bunar, u ngrit Othman ibn Affani dhe e blejti këtë bunar dhe i alshoi muslimanëve. Nuk thash tash kjo është e ime, jo, kjo është për musliman. E pejgamberi s.a.s. tha, Allahu xhelel xhelalu ka më të shpagu këta me xhenet. Nga se kushton të ajo me bleje. Andaj shiko, sakrifica e Othmanit radiallahu an, ka blej bunar me elshu për muslimanët. Andaj besimtar dhe me morë mësim për i kësajna. Me morë mësim për i kësajna. Qëka mujnë me bahune me alecu këtine ve? Qëka mujnë me bahune për shëshrinë e muslimanëve? I nuk duhet me kanë i prangost në vetë-vetën e vetë. I burgost në interesat e vetë. Duhet pak me darë për interesat e veta. Duhet pak me mendu për interesat e të tjerve, le vërditet të tjerve. Andaj shikot Othman ibn Affani dhe ja vlerësoj shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë gest të madh të Othman ibn Affani. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend në këtë dietar ka përmend në këtë rrjedhshmëri të ngjarjeve se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mante tash këtu hutbe dhe pejgamberi sallallahu e kish një trunk ku hipte atë dhe mante ligjërive. Trunk, pjesë e trunkut. Dhe një ditë për ditëve i propozojnë me ngrit pak më lart trunkun, me ja bë si shkallë. Andaj ka met kjo çështja e shkallëve. Por se ai trunk kur del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mallëngjej për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E fillon me dënes. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kap dhe e qaf. Kjo nuk është lezend. Sa i Bukhari, sa i Muslim.
e qajtura e trungut. Kthen ju librave dhe shikoni. Qall nga mallëgjimi, nga se tash e dinte se nuk do të jetë më aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi alaihi salatu wassalam, "Law lam ahtadinhu lahan ila yawm al-qiyamah." Mos me pas përqafue, kish kaj deri ditë gjykimit. Mos me pas përqafue, kish qaj deri ditën e gjykimit. Tash një drum. Mallëngjet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po neve që nuk jemi nga druni, jemi nga zemra, nga lëkura, nga shpirti, nga ndjenja, nga emocioni, nga syt, nga vesht. Sa për njëve mallëngjet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa për njëve thot a thu ka mu taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa për njëve e ka gale që tjetë në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para me ndona me shku ditën e gjykimit, para Zotit Gjelle Gjelalu dhe kur shkojnë për nësam dhëtë gabim kjo ardhë, sukon këne, sukon rruga ime këne, andaj dhe ta shohmi kur shkojnë për nësam të ajo uji i madh i ti, apo do të vinë disa njerëzi dhe me lashë dhe i tërheqin. Për nga nësam të mitë kokan, disa shenja, por se për nga nësam i thojnë, këta kanë ndryshu pas teje, s'ka në orë që anë ka ke orë ti, s'ka në orë në akiret ka ke orë ti, s'ka në lëvis që shke lëvis ti, s'ka në ruktu që shke ruktu ti. Andaj atër qka të të penga mërë sam, suhkan li me mbeddele ba'di, larkë qofshin ata që kanë ndryshu pas mej. Andaj kujdes, të kemi imunitet që mos ndryshojnë pas penga mërët sallallahu aleyhi sallam. Një trung, ata e besojnë a binqën, e aj trung ka qaj për penga mërën sallallahu aleyhi wasallam. Deri sa Ubej ibn Ka'ab ka jetu gjatë dhe e ka morë këtë trung dhe e ka ujtë deri sa është kalë, deri sa është zhdu krejt komplet. Pse? Gëse e kalon porosi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kanë po ata se e deshti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo ishte ajo që ka përmendën dietarët në këtë mesele, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam himte në trung dhe monte ligjërimin. Dhe tjetra që ka mujna me përfitu për kësajna është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte modest. Tash për me kuptu këtë modesti shumë thjesht. Por më do një burr shtetas hip në një trung kështu të vogël, pak vetëm sa me pa gjithë. Po kjo na hip një sot manalt. Na hip një sot manalt, Zotin na fal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kur është modifiku mimberi prapë së është bo 3 shkallë, 2 shkallë dhe 3 ka qëndru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po shiko, modestia pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk tha e tash hip me një 20 shkallë në të shif në mirë apo. Jo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e madhron të vetëm me kësi gjëra. Nuk e madhron të vetëm me kësi gjëra derisa atje ku kalum kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pi Mekës Medine dhe pi Kubajës Medine. Ka arë në transmitime se kanë thonë, cili është? A ky. Abu Bekri o Muhamedi, se kanë ditë, ka thonë, cili është? Cili është? Ato se kanë të pritë Abu Bekri, Muhamedi se cili është për që në dyre? Pse? Se në kanë daluë. A i di kur e kanë dalu? Kur janë ullë. Janë ullë, Abu Bekri është qunë ka me ka morë një këmish dhe piban hije për nga mberi së sellem. Atër thanë, që ki poshko ka Muhamedi së sellem. Që së mundë për nga mberi me majtë, Abu Bekrit shërbimi. Qatë që është dalu alai salatu selam. Andaj, mundohemi me tu, thjesht, zakonshëm, normal, mos mi hip standardet kyshe, kena zbrit na prej dritës, unë kena me lajt, na njerëzi. Andaj, aj për nga merë ishte, nuk u madhran të shumë. Pse? Pse Allahu Gjeli Gjelalu kështë ba njëri modest. Dhe prej asaj qka e kam përmen djetarë dhe me këta e përfundojnë edhe kjo, do tjetë skena e fundit nga se dhash në ligjeratat e arshme do të yhim me lejnë e Zotit Gjeli Gjelalu historiku të betejave. Nëse pas kësaj kjo ishte vendosja e themeleve, por ta shohim se tash me kelit nuk rin rahat, por se edhe pejgamberi sa nuk i lë rahat. Nuk i lë rahat. Dhe ta shohim se si do të zhvillohen ngjarjet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çështja e fundit dhe me rëndësi që duhet ta përmendim është el muakhatu bain el muhajirin wal ansar. Vëllëzrimi dhe familjarizimi mes muhajirëve dhe ensarëve. Dikush mendon se ky vëllazërim është si vëllazërimi që kanë vëlla musliman, jo. Ka sa të vëllazëni ishin musliman vëlla, jo.
Ky vllazërim ka dhënë dietar ishte tjetër. Ky ishte më shumë familiarizim. Pra ti me këta me një shtëpi, ti me këta me një shtëpi, ti me këta me një shtëpi, ti me këta bashkëpunoni. Pra ishte një lloj vllazërim, u quajt vllazërim. Ajo është më shumë si familje me bë. Pse? Ata ishin muhaxhir pak normal, veni huj, nuk ishin tatyshit. Ato edhe kur s'kishin shku me jetu në Medinë. E normal pejgamberi s.a.s. e mori këtë hap që t'i liron pak muhaxhirët, po edhe të shpërblehen ensarët. Allahu xhelaluhu e ceki këta në Kur'an. Pse? Nga se ishte veprimtari e madhe e ensarëve, ku tha Allahu xhelaluhu innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Vërtet ata të cilët besuan, emigruan, luftuan me pasuritë dhe vetët e tyre fi sabilillah, në rrugë të Zotit xhelaluhu. Para mendo se është e madhe kjo ajet. Se ka shlu shtëpinë vetëm se për hir të Allahut. Dhe vendlindja është emocionale. Andaj emigrimi nuk merr kuptim mos më kanë vendlindja e madhe. Pse Allah po thot ka emigru? Se ata që e ka shlu e ka dasht. Andaj tha një prej dietarëve i Damaskut në kohët më të hershme, tha unë kur e lexoj pejgamberin s.a.s. kur e ka shpërngur pi Medinë, pi Mekës, tha e çajti Mekën. Tha e ka dash Mekën, tha veç për mua, përveç se në aspektin fetar, që është Mekja e begatshme, mu ma shumë nderdhet loti për Damaskun. Pse? Normal. Njeriu ndjen një lloj emocioni dhe ndjeshmëri shumë të madhe për vendin dhe me shlu vendin nuk është lehtë. Andaj tha Allahu xhallahu ala, për çka e bën këtë këta? Fi sabilillah. Vetëm për hir të Zotit xhallahu. Pastaj Allah i përmendi tjetër. Walladhina awaw wa nasaru, dhe ata të cilët i strehuan muhaxhirët, wa nasaru, dhe i ndihmuan. Me çka i ndihmuan? Me krejta ndihma çka ishte e nevojshme. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'din. Këta janë miq të njëri tjetrit. Ulaika humul mu'minun haqqan. Që të janë besimtarë të vërtet. Neve nga këto ka shumë detale, do ta përmendim vetëm një detaj. Ajo është detalin mes një sahabiu i cili e bani një gjest shumë të madh. Dhe është Abdurrahman ibn Auf kish pranu islamin herën. E këtij ndodh një gjest shumë i madh me një shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është Sa'd ibn Rabi'. Pejgamberi i thot Abdurrahman ibn Auf te ki Sa'd ibn Rabi'. Kur shkojnë në dëshpia, nuk do t'i përmemi tash këtë kush me ka në vëllazru, nga se ka shumë. Zhvendosmi për ligjëratës. Ky me këtë, ka shumë. Por se ky rast është rast që ne kanë dhënë Imam Buhariu dhe është rast të cilin ndonjëherë provokon logjikën e njerit, e provokon, e sfidon. Ha pranoje çeta. Apo sfid, ha pranoje çeta. Abdurrahman ibn Auf dhe Sa'd ibn Rabi'a shkojnë në shtëpi. Dhe Sa'd i thot kështu: I marr këtë lira që ai ka, dirhem dhe dinart, edhe i qet. Çto i ka? Thot daje gjysën, marri gjysën. Thot brenda i kam 2 gram. Kjo është randa, po thash e sfidon logjikën e njerit. Po na kjo ka ndodhur në Sahih Buhari, e kanë dhënë edhe Sahih Muslim këtë rast mes Abdurrahman dhe Sa'd ibn Rabi'as. Thot çe pasurinë ku e kit dajën gjys. Çeto janë dhomat i dajmë gjys. Këtë kjo në rregull, del tash jetë e kuptueshme. Thot mëna i kam 2 gram. Nuk thot po ta jap çka e kam pak ma, ashtu du me botalak. Apo se jam të duruar. Jo tha. Fadkhul fandur. Hyn këshire. Cilat po qenë ma shumë ti, fesemmiha li, veç për men ma emrin, u tallikuha, e shkurorzoj, e prit i deti dhe mere ti. E tash, veç vendoset ti vetën te, jo te Saadi, se te Saadi kjo rrallë, shmunët më bo. Ma ti djetarë kanë diskutu a lejot me bo këta. Se kjo nuk është e lejush me më bo në Islam, por atër ishte fillimi. Po kjo shka argumenton, çfarë shpirtit madhë ka pas.
E tash na spodojna me nxjerr veten ka Saadi se kjo s'lejohet. Po pe nxjerrmi veten ka Abdurrahman ibn Aufi. Ofertë e forta. Çish e kishin komentuar njerëzit tha. Shujse gjys pasurie. Dola për kriza une. Edhe këtë gjimës Shqipije nuk i ka thonë përkosisht, e jotja gjimësa. Gjimësa e jotja. Nuk me thonë, që kjo është gjimësa jote që e jemja. So që po njerëzit? So leqi që ta... Mos tim detalet të cilat neve na shvendosi. Po kjo pika e fundit. Si e kishmi trajtue? Qka i tha Abdurrahman ibn Aufi radiallahu anhu wa arda? Njerëz burat loj vallahi. Tha barakallahu leke fi ehlike wa malike ejnë sukukum. Kjo më duket fjali altanit me shkrujt me ari, me flori. Qfar fjali ka thonë? Qfar ofertat i ofru ki? Muhajir, ki funi funit zorbe janë, pa pare, pa kur gjanë, shpis, e kum lënë shpijen, më vështirësi janë. Tha, Allahu dhash bereqet në familjen tane. Gratë tua në pasurin tane. Ku është pazari? E ja ka dhe ku është pazari. Shkojt e pazari të cilin e kishin Banu Kajnuka, një fis i jahudve. Ato kështu pazarët i din mirë me regullu. Dhe sot i kanë do pazarët e mloja. Do të voglat nuk i interesant. Shkoj ati Abdurrahman ibn Aufi dhe minjëherë hini në pazar. Prej begatis që e ka pos Abdurrahman ibn Aufi, kanë thonë djetarët, s'ka hime një trekti Abdurrahman ibn Aufi e që s'ka morë shumë. Shka ka investu ka morë shumë. Deri sa për periud shkurt u ka martue me parat e vetë atash. Jo atash ka ja ofroj aj. Dhe deri sa për nësëm një ditë e pa e kishtë ndru teshat, ishte vesh, tash ato muajirat ishin ma në siklet. Një ditë për nësëm tha, ma shë nuk, që ka punë Abdurrahman, pas ke ndru pa, kur bane këtë, dhe Resulallah shkova në pazar bana pare, tha dhe dishka tjetër pas ke ndru, tha u martohë e Resulallah. Pa njëri kur martohët, ndryshën apo. Tha, e pse s'ke bo darsëm? Tha ba darsëm. Kuptimin tharë dele. A dhe për kësaj e kanë tërë djetarë se, është obligim me shtru darkë, për darsëm. është obligim, se, që ta morin vesh njerë se i martu, ku e tin sa të i martu. Andoj shiko, Abdurrahman ibn Aufi. Skene madhe të ndëruar, gjëmatli. Skene, me hinë, skene, mrena. Këto oferta, këto ndjenja, ata, qka patën i adhan, mere, kejt, mere. Ku ka ma shumë se vëdhan, hinë mrena, cëllat do këtë tiju në po ta japë. Që pasurin ku e kije? Por se jo. Ta ishtë në sahabët mëdhej. Ata s'kishin darë për kësi muhabete. Apo disa njerës të vashim, s'kan darë për kësi muhabete. Vallaj me bazat për kësi muhabete. Përse kishin darë për hirë të Zoti gjelle. Andaj, këto ishin ngjarje të cilat i kam përmend dietar në këtë rrjedhshmëri të ngjarjeve, edhe një do ta përmendmi dhe me këta besoj që ta të përfundojmë, ndërsa do bit ndoshta e mundson Allahu xhelaluhu në radhët e tjera, dhe jo ishte se në këtë periudhë u legjitimu ezani. Kjo thirrja jonë që ka thirrni Allahu Akbar për mi thirrë njerëzit për namaz. Fillu mu fal namazi dhe tash çish mi thirr këtë njerëzit që ka ardhur koha. Edhe ishin të shqetësuar çish mi apo. E një ditë për nësëm i thirë disa sahabë, konsultohen me ta dhe japin propozime. Dikush thotë ja Rasulullah, pi thirrmi me një buri, tjetri thotë ja Rasulullah me një zile, dikush me komband të krishterëve. Po pejgamberi se zem dyqish nuk i flen të zemrën të gjëra, dhe të mund ndryshu diçka të veçantë me ardhur për muslimanët. Dhe e lën. Njëri prej sahabëve e merr këtë punë më seriozisht. Abdullah ibn Zeid. Kështu e ka emrin e sahabit ndërsh. Edhe ky shqetësohet çish me kri këtë punë. Çish ka dhënë ide, pra, kjo e pa që pejgamberi s'pi pëlqen, këtë ofertat nuk i duken të mira. Dhe u fillu me sikletë, çka më bë? Dhe bisikletit madh shef ëndër. Dhe shef ëndër një njeri me petka të gjelbërta. Dhe në dorë kishte një zile. Dhe thotë, mi për një zile e cila ishte paksi ma e zëshme. Thot, apo ma jep që këtë zile? Thot, pse? Thot, t'ja qoj pejgamberi se e kena një siklet për namaz që shmi thirë njerëzit, ndoshta i pëlqenjë. A i thot, në andër,
këtë kjo ngjarje në ëndër. Thot, a tregoj diçka më të mirë se sa kjo? Thot, qysh? Thot, me hip njani dikon pak manal dhe me thirr Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar deri në fund të ezanit. Edhe zgjohet prej gjumit. Vrap të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ja tregon ngjarjen. Thot që ta do ta morrna. Kjo do të jetë, ajo e tjetë. Por se thot ti kallzoja Bilalit këta. Ti kallzoja Bilalit. Pse Bilalit? Nga se Bilali e ka zonin më të mirë dhe më të madh. Është më i zashëm dhe e ka zonin më të mirë. Në këtë skenë vrap vjen Omer ibn Khattabi. Omer ibn Khattabi. Thot edhe unë e kum pa jetën në ëndër. Ma të ka transmetime se ka po shumë herë, por se ka nguru mi ka dhu pejgamberi se më kuptimin, unë e ëndra shoh që të ngarkoj pejgamberin me ëndra. Por se Zoti xhelalu e kishte bë këtë inspirim dhe frymzim të Abdullah ibn Zeidit dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, elhamdulillah që Allahu xhelalu na e vërtetoi që ata çka pra ai kum pa buk fal, shkruajnë për shkronjë sikur që e ka pa Abdullah ibn Zeidi dhe ja mëson Bilalit dhe fillon Bilali me thirr ezanin. Dhe këtu të ndëruar xhamarli, pastaj fillojmë në një periudhë tjetër dhe është një marrëveshje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me kabilet, me jehudët, e pastaj edhe fillojnë provokimet, fillon pejgamberi sa mishlu çetat e tina, ato brigadat e tina me kontrollue në për rreth e përçartë Medinës, mi dal karshi karavanave tregtisë të Ebu Sufjanit dhe kështu me radhë deri tek përplasja në luftën e Bedrit, por se këtu ka edhe shumë për ngjarje të cilat do t'i shtim për ligjëratat e ardhme. Këtu është një detaj i mirë të cilën duhet ta përmendën në hadithin e ezanit. Shiko pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka i tha Abdullah ibn Zeidit, ti ki pa ëndrën, ama ezanin ka me thirr Bilali. E nuk tha Abdullah ibn Zeidi, e jo valla se unë e kum pa këta. Apo një shëtën, unë e kum zbulu, unë e kum pa. Nuk është këtu punë, ti e ki pa, ti s'ki pa. Ti e ki pa, dhe Allah është problem që na e dhave këtë ide në përmjet frimzimeve të Zoti xhelalu. Por se Bilali ma mirë e ban. Thot Imam Nevawi dhe Abu Zakaria, thot në shpjegimin e këtij hadithi sa i Muslim, thot nëse janë dy muezina, njëri e ka zonin e mirë dhe tjetri e ka zonin jo të mirë, por se ky me zonin e zëshëm dhe të mirë dhe të këndshëm, thot unë nuk e thiri e zonin vetëm se me pagë, me më pagujt. Imam Nevawi, këto nuk janë konkludime. Unë po mundona sa më shumë mi ik fjalëve të mia, veç ata që kanë thënë këto, njerëz të cilët kanë ndruar. Nëse ky me zot mirë thot unë me parë, dhe ky çka s'ka zon thot unë për hir të Allahut e baj pa parë. Thot cilin do ta zgjedhnim? Thot në bazë të hadithit të Abdullah ibn Zeidit dhe fjalës për mësoja Bilalit, duhet me pagujt këtë çka e ka zonin e mirë. Pse vallë? Nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i tha Abdullah ibn Zeidit ti s'di me thirr ezanin. Jo. Nuk ai s'di me burr, di me thirr. Ai e pa, ai e kallzoi, ai kur e kallzoi as ditë me kallzu. Po këtu është tjetër. Nëse thirrja e ezanit është prezantimi i Islamit, duhet pak më kanë i këndshëm, apo sa njerëz për shembull kam qef, po ki qef, po nuk shkon kjo puna, kupton? Ti ki qef. Shumë njeri ka shumë qefe, po nuk shkojnë disa punë me qef. Ataj nuk tha Abdullah pse mua ma morre e ja dhave këtina leje. Ti e zbulove, kyne ta krije. Andaj shumë punë të ndëruar xhamatli. Shiko, a mundesh me bëu jo? Jo, kjo vetë se unë e kam me bëu. Po nuk mundesh me bëu këtë punë, kupton? Duhet njeriu me u ndal në takatët e veta, aftësitë e veta. Edhe këto ka edhe shumë rrymësime me sigur çështja e vlerës së xhamisë, vlerës së vllazërimit në Islam, e kështu me radhë, por se koha e te kaloj vetën. Elusim Allahu xhelel xhelal që Allahu te bareke ve teala na mundson që ta kuptojnë historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na mundson Allahu xhelel xhelalu që të përfitojnë porosi mësime nga ky jetëshkrim i begatshëm i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahu xhelel xhelal që Allahu te bareke ve teala na mundson që ta ndjekim këtë pejgamber të madh, pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahu xhelel xhelalu që Allahu te bareke ve teala veprat tona të mira Allahu t'i bën qabul, veprat e këqija Allahu ta ishlyen. أيضاً على القول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور